Për rëndësinë e diagnostifikimit të hershëm të kancerit të gjirit, rastet që trajtohen në QKUK, por edhe format e diagnostifikimit. Në studio do të diskutojmë me drejtoreshën e klinikës së radiologjisë në QKUK, zonën Shkëndije Nuza, në kuadër të fushatës për ndërgjegjësimin në luftën kundër kancerit të gjirit. Atëherë, doktoresh, mirëmbrëma dhe mirë se ke ardhur. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjej. Faleminderit për thirrjen. Faleminderit shumë, doktoresh, jeni sot me ne. Doktoresh, sot ka nisë fushata për ndërgjegjësimin kundër kancerit gjirit. Apritet që brenda këtij muaji edhe në QKUK kemi më shumë mamografi dhe kontrolla, apo cilat janë planet brenda klinikës së radiologjisë? Fushata sa ka filluar ditën e sotme. Klinika është e gatshme për gjitha, aktivitetet dhe ngatishmëri me stafin me cilën nëse do të kemi rritje. Për momentin ende nuk kemi pasur rritje të kërkesave të mëdha, por gjithmonë muaj tetor e dyfishon kërkesat e pacientëve se diskutimet e mëdha dhe temat që diskutohet vazhdimisht, kanceri i gjirit, diagnostikimi i hershëm edhe gjitha këto e bëjnë pacientët më të vëmendshëm edhe kalojnë gjithmonë kanë një ditë që tetorin zakonisht e përdorin për ekzaminimin e gjirit, qoftë mamografi, qoftë mosha të reja me ultrazot gjirit apo metoda tjera diagnostikuese. Ajo që vlen të cekët është se me rritjen e numrit të mamografëve në komuna, në qytetin, spitalet regionale, më thonë nuk ngarkohet ka kërkesa në QKUK, por nuk është mbi ngarkuar sikur vitet përpara dhe të kemi listë pritjes që për dallim për herave tjera në QKUK nuk ka listë pritjes për mamografi. Dhe doktoresh, aktualisht ose gjatë të vitit, sa është numri mamografive edhe cilat janë metodat që brenda klinikës së radiologjisë përdoren për diagnostifikuar kancerin e gjirit? Në klinikën e radiologjisë tash sa vite, bën gjitha metodat diagnostike në cilat diagnostikohet qoftë në vendet e regionit. Domethënë, për moshat mbi 40 vjeçare, bëhet mamografia, ekzaminimi i parë është mamografia. Pastaj mosha nën 40 është ekzaminimi parë është ekografia apo ultrazari i gjirit, i cili nëse gjejmë gjetje dyshimta bëhet edhe mamografia pavarësisht moshës, është biopsi të rastet të dyshimta, biopsi të gjirit me përcjellje të ultrazarit apo biopsit që ne siç e quajmë needle localization në bashkëpunim me kirurgun torakal, që është bëhet biopsi eksizionale dhe rezonanca e gjive. E përmendët që e para, ose më shpesh është mamografia, apo jo? Si realizohet mamografia, paraqet dhimbje dhe brenda çfarë periudhe mund ta ketë rezultatin pacienti? Mamografia është ekzaminimi të cilin për shumë gjithmonë diskutohet se shkakton dhimbje. Zakonisht mosha periudha kohore që duhet bëhet mamografia është 10 ditë i parë i fillimit ciklit. Për femrat që cilat kanë cikël, për femrat që nuk kanë cikël është pavarësisht cilat çdo ditë e muajit. Për arsye se efekti hormonal e bën gjirin shumë të ndihshëm dhe kompresion, për arsye se ekzaminimi mamografi bën shtypje në mënyrë që të shpërndan lindjen e gjirit dhe të diagnostikon kalcifikatet. Kalcifikatet në mamografi janë ato baza kryesore e diagnostikimit në stadin e hershëm të kancerit të gjirit. Ka qenë edhe mbetet dhe përkundër hulumtimeve të shumta që bën në botë, në Europë, çdo kund që mamografia ndoshta të heket nga si metodë diagnostike, po ende është golden standard, siç e quajnë edhe në botë, e diagnostikimit të kancerit të gjirit në fazat e hershme. Qëllimi është kur me mamografi të diagnostikohet kancer kur ende është i paprekshëm edhe i padukshëm qoftë me palpim, qoftë me vrejtje strukturës gjinit. Metoda që diagnostifikon fazën më të hershme të kancerit të gjirit. Dhe vren gjithashtu edhe në fazat e tjera të avancuara kur kanceri i gjirit identifikohet? Ato vret, po qëllimi është të vret në stadet e hershme. Kryesisht atër është kur bëhet stadet më të avancuara është shumë i dukshëm. Është shumë e dukshme pamja mamografike, por qëllimi jonë është me mamografi gjithmonë të diagnostikojmë stadet e hershme të kancerit të gjirit. Se mamografia bëhet në cilin do moshë. Varësisht për gjetje rekomandohet gruaja për 40 vjetë. Për femrat që kanë anamnezë pozitive familjare, bëhet 5 vite, 5 dhe 10 vite ma herët, varësisht për moshës në të cilin familjari tyre është diagnostikuar. Do më thënë, nëse nëna, motra, ose dikush tjetër është diagnostikuar në moshën 40, ai që ka familjar gjithmonë duhet të bëjë një mamografi më herë dikun në 35 vjetë. Qëllimi pse nuk bëhet mamografia në mosha të reja është për shkak densitetit lartë të indit të gjirit, indit gjendror që ka gjirit, strukturës normale të gjirit. Për këtë arsye edhe janë mamografia dhe ultrazani i gjirit janë si metoda plotësuese njëra me tjetrën. Domethënë, gjetjet me mamografi kur kemi gjith dens,
nëse nuk mund eksplorohen mirë, po të vlerësohen mirë, bëhet ultrazani edhe vlerësohen gjitha gjetjet të cilat të kemi. Edhe metoda shtesë që është edhe rezonanca gjive, që është shumë e sofistikuar dhe i gjen edhe ndryshimet edhe më të vogla të kancerit. Po, dhe kjo gjithashtu realizohet në ÇKUK? Realizohet në ÇKUK edhe për dallim, domethënë vetëm se bëhen periudha të caktuara të ciklit, domethënë për kur femrat që janë me cikël të rregullt menstrual, ato bëhet në periudha zakonisht deri në 14 ditëshin e parë të ciklit. Mund të prit ndonjë femër që është mund të bi 2 deri në 3 javë. Për ndryshe s'kemi lista jonë e pritjes ka ndoshta më shumë, jo më shumë se 10 gram. Aktualisht? Aktualisht. Po, dhe doktoresh, kur jemi të vedia, është ngritur vedisimi i grave për të ardhur për të bërë mamografin, dhe aktualisht gjatë muajit tetor, po besoj që mund vinë drejt në ÇKUK për ta bërë pa ndonjë udhëzim, apo si janë procedura? Mamografia vedisimi, po ta bëjmë një dallim. Kur kam filluar është me fluks më të madh, se ndoshta ne kemi 2014 është kur ka filluar mamografi mobil, por ne jemi 2010 që punojmë vazhdimisht, domethënë ka pas kërkesa të vazhdueshme, po të bëjmë një krahasim apo një korrelim të dhënë nga periudhë deri më sot është ngritje jashtëzakonisht vedia, por ende është e ulët në krahasim me gjetjet të cilat i kemi. Për arsye se ende kemi raste, është rrit diagnostikimin në stadë të hershme, por jo sa do donim ne të diagnostikojmë shumë më shumë. Për arsye se kemi jo vetëm mosha të shtyra, por kemi edhe mosha shumë të reja, të cilat diagnostikohen në stadë shumë të vonshëm. Po, dhe afërsisht doktoresh, cilat janë statistikat që i keni si klinika radiologjist? A mund të flasim për periudhën e parë të këtij viti, çka tregojnë të parë? Në përgjithësi çka kemi gjetjet të cilat i kemi, klinika radiologjist shumicën e kohës nuk ka, për arsye se nuk ka një sistem PACS apo sistem informativ shëndetësor, nuk mund të përmbledhet gjitha dhënat. Për arsye shumica e pacientëve ende nuk e kanë të qartë si shkon orientimi, domethënë a fillot me njëherë ekzaminimi, a do të shkon në klinikën e radiologjisë, apo shkon në kirurgji torakale, apo shkon te onkologu, dhe ende ekziston një konfuzitet se ku do të shkon. Ekzaminimi do të shkaloj pa metoda se si do të shkon. Domethënë etapa e parë, hapi i parë që duhet bëj një pacient që dyshon që ka probleme është të bën një konsultë me mjekun familjar. Mjeku familjar gjithmonë do të bëre rekomandimi qoftë për ultrazat gjinit, qoftë për mamografi te radiologu. Për arsye se radiologjia i posedon gjitha aparaturat të cilat janë të sofistikuar me, domethënë nga një mamograf që është full field digital, një ultrazat i mirë, rezonanca magnetike, gjitha metodat me të cilat mund të diagnostikohet qoftë në stadiet e hershme. Ndërsa përgjigjet, shumicën e rasteve nuk i kemi të gjitha përgjigjet, por nga ajo që mund të them unë ndodh që brenda një jave, spaku 8 deri 9 gradë të bëjmë biopsi gjirë, që janë për atyre që për fillimit bëj edhe pjesën e interventës e diagnostikën e gjirë, po them drejtën për 8 grave që bëjmë... Përmend doktoresh biopsin, po i bën që ka dyshime të mëdha që është kanceri i gjirit, apo tani... Te dyshimi i lartë edhe te lezion që janë dyshimta që janë intermediare, që janë mes, domethënë ende nuk është e saktë verifikim edhe kërkon korrelim, por nga gjitha këto gra që bëjnë për shembull një 10 gra, të cilat kërkojnë biopsi, të bënd biopsin klinikën radiologjisë, spaku 7 për tyre rezultojnë përfundimisht me karcinom të gjirë. Dhe po i bie doktoresh është shifër shqetësuese kjo? Është shifër shqetësuese, edhe që është me rëndësi është se kemi stadet hershme, por ende nuk kemi stadet hershme sa na do të dëshironi. Po, dhe gjatë këtij muaji, doktoresh, kur punohet më shumë në vedisimin dhe sensibilizimin e opinionit për kancer gjirit, a identifikoni shumë raste me kancer të gjirit në stadiet e hershme për shkak se ka më shumë kontrole dhe i qasen më lehtë institucione publike për të bërë mamografi dhe këto kontrole tjera apo jo? Siç e dini, mamografia qysh për vitit kaluar, domethënë është këtë vit ka filluar me 0 çmim 12 muajt vitit. Domethënë është pa kosto, domethënë është me 0 euro komplet shërbimi mamografisë. Edhe kur e kemi gjitha këto, domethënë nuk kemi të bëjmë me një kosto, se them flasim përpara kur ka qenë një kosto, ka qenë 4 euro një mamografi që ekziston, domethënë si shërbim nuk është shërbim që ka një kosto për cilin do t'i bën një vështirësi pacientit. Por vedisimi, domethënë diskutimet e mëdha që bëhen media, fushata që bëhet, domethënë vazhdimisht përpara kemi bërë diskutime me student, kemi bërë ligjërata me student në qendra të ndryshme, vazhdimisht diskutohet kanceri i gjirit. Domethënë është një farë mënyrë sikur të zgjohen disa shumica grave zgjohen si për një gjumi, edhe vazhdimisht kërkojnë ekzaminime. Domethënë këtë periudhë kohore zakonisht gjithmonë na rritet fluksi dhe presim me pas një rritje fluksi dhe për këtë arsye bëjmë edhe përgatitjet, mënyrë që me pas nga tekniku ditë se na punojmë me Rayze X dhe gjithmonë një tekniku nuk i lejohet një numër i caktuar
i punës. Dhe sa mamografi mund të bëhen brenda? Për shembull, nëse punojmë vetëm me një teknik në orari i punës, një mamografi spaku 15 minuta deri 20 minuta i merr për një ekzaminim, se domethënë është një përgatitje, është një formular që duhet plotësohet, është ekzaminimi që zgjat domethënë për një pacient 4 projekcione, domethënë 15 deri 20 minuta. 15 pacient e bën një teknikë i radiologjisë patjetër. Nëse rritet kërkesat, atëherë vazhdimisht e shohim bazë. Domethënë mbasi nuk kemi listë pritjes edhe nuk kemi numër të shtunë kërkesave, për momentin jemi me këto derisa të shohim si po shkon apo rriten kërkesat në mënyrë që me rrit edhe numrin e stafit i cili do të. Dhe çka kanë treguar përvojat e viteve të kaluara? Ka rritje të kërkesës brenda këtij muaji? Ka shumë rritje të kërkesës. Ka shumë rritje të kërkesës nga ato dhëna të cilat kanë bërë një korrelim të vitit 2024 dhe 2025 në 9 mujorin e vitit 2025, domethënë vetëm në muajin tetor vitit kalun e kemi pas afërsisht 800-900 mamografi që janë bërë në QKUK dhe me mamografin mobil. Domethënë të dy nivel që të dyja të cilat shumicën i kemi lexuar QKUK-ja, por fatmirësisht na kanë mbështetur edhe spitalet regionale, disa pi spitaleve regionale. Po, dhe përmendë doktoresh edhe mamografin mobil. Cilat do të komuna do të vizitojë apo cili është plani i punës? Plani i punës së mamografit mobil, domethënë ka filluar me Fushë Kosovë. Do të vazhdojmë me Drenas, edhe pjesa më e madhe janë në komunat serbe. Domethënë ka edhe në komuna tjera që janë domethënë me është planifikimi që do të bëhet edhe në disa pikë në të cilat nuk ka mamograf, kryesisht qëllimi ku nuk ka mamograf, por qëllimi kryesor është komuna serbe të cilat ndoshta kanë 11 vite tash që ka qenë pe vitit kalun edhe këtë vit kemi qenë vitin e kaluar dhe këtë vit do të shkojmë në komuna serbe se deri më tash akon shumë e vështirë të arrijmë edhe të niveli. Sidomos Mitrovica e Veriut ka qenë problem se komuna tjera që partesh pjesa tjetër shtërpës këto tjera nuk kemi qenë edhe më herë. Po, dhe ka qenë vitin e kaluar në komunat veriore mamografi mobil? Po, ka qenë. Dhe janë nështruar ekzaminimit me mamografi edhe komunitetit sërbë shqiptar cili do ka pasur vazhdimisht se ne kemi lexuar dhe interpretuar të gjitha mamografit, qoftë spitali regional i Mitrovicës, domethënë ka pasur komunitetit sërbë numër të A keni informata nëse spitali atje që funksionon në strukturat paralele ka mamograf, ka dhënat paktën nga pacientët në teren? Ata nuk kanë rezultuar që kanë dhëna që kanë mamograf, ndërsa spitalin pjesën jugor, pjesën jugor kërën edhe spitali ka edhe në QKMF edhe spitali i Mitrovicës të dy kanë mamograf. Dhe doktoresh, cili është kapaciteti mamografit mobil? Sa mamografi mund të realizoja? Mamografi mobil, më thonë, kjo varet gjithmonë të plani që kanë bërë si pas kërkesave. Thash, neve ne varem gjithmonë edhe për sa kërkesa ka dhe një teknik sa du të egzaminaj. Dhe më thonë, një teknik i radiologjisë nuk i lejot është maksimumi të gjitha që mund të bëjë një 15 mamografi. Një 15 mamografi kupton 60 ekzaminime me rentgen, që për një teknik radiologjisë është kogja ngarkesë e madhe, për arsye se dihet se mamografi është një hapësirë e vogël, e mbyllur dhe dihet që na kemi arterionizuar. Ndërsa nëse varësisht për kërkesa shohim edhe vendosim tutje se si do të shkojë. A do të rritet numri teknik, për arsye se klinika radiologjisë e mbështet, por këtë herë kemi marrë mbështetje edhe për spitalit, qoftë për spitalit regional Mitrovicës, i cili do të mbështet komunat serbe, me teknik për ekzaminimin e mamografisë dhe interpretim, spitali i Gjelanit po ashtu komunat serbe që janë në rrëthin, spitali Prizreni po ashtu të njëjtën, gjë do ta bëjmë për regionin e Dragashit, Mamushën edhe Soareken. Është një mbështetje jashtëzakonisht e madhe për klinikën tonë. Po, dhe doktoresh, flasim edhe pak për diagnostifikimin e hershëm. E përmendët që për juve shqetësim paraqesin edhe moshat e reja, apo jo? Cila është mosha më e re, për shembull, që e keni parë që është diagnostifikuar dhe paraqet shqetësim dhe si duhet sharohen, ndoshta nga aspektit paktën i radiologjisë, sektorit tuaj? Në aspektin radiologjik, mosha më e re, flasim për këtë vit është 28 vjeç. 28 vjeçare, edhe stadi i saj ka qenë stadi më i avancuar që mundem me thënë. Në më thonë ka qenë tumor masiv, i egzulturon, i dalur jashtë lëkurës edhe ka përfshi komplet edhe gjitha organet që ka dhënë edhe ndryshime sekundare që i quhen apo metastazë, që quhen edhe në pjesë të tjera të trupit. Dhe më pas pacienti është rekomanduar për po, se pacientët e tillë nuk i nështrohen ndërhyrje operative, për arsye se kur është shpërndan ndryshimet edhe në organet tjera shkojnë në trajtim neoadjuvant që quhet, ndryshe është trajtimi me kemoterapi, mënyrë që me pa me zvoglu masën tumoroze dhe pastaj me vendos se a do t'i nështrohet terapis apo jo. Dhe kjo doktoresh tregon pastaj që ndoshta ende nuk është punuar mjaftueshëm me ngritjen e vedijes tek pacientët për parandalimin e hershëm të kësaj sëmundje apo çfarë?
unë menoj që është punu, por është menoj që duhet edhe të filloj edhe një screening nacional, i cilin kemi punuar edhe vitin e kaluar dhe ka kalu 3 etapa në Ministrinë e Shëndetësisë dhe besoj që do të shkojnë shumë shpejt. Dhe atëra, por moshat e reja, sërish kur flasin për një 28 vjeçare, nuk i nështrohet ekzaminimit me mamografi. Në më thonë, është një qashtje që të këta njerëz do të paka shumë njohuritë të gjitha, që si përgjithshme se si shihet për vetë kontrola, apo jo, për vetë kontrola. Gjithmonë sqarohet, çka do të bëjnë një femër, gjithmonë në fillimin e ciklit. Para se të kalim të, është palpimi i gjirit. Më thonë, gjithmonë do të bëhet 10 ditë shqiptar. Për arsye se nëse bëhet ekzaminimin në faza tjera, periudhën e mesme dhe të dytë, gjithmonë për shkak të efektit të hormoneve, gjithmonë duket që do të prek diçka dhe të jep shqetësime. Por ekzaminimi bëhet në 10 ditëshin e parë. Ndërsa unë mendoj një gjë kështu, edhe kam cekë edhe ma herët, kam thënë që vetëdijsimi i shtetit krahasim me vitin 2014 është bërë jashtëzakonisht shumë, sepse është rrit jashtëzakonisht shumë numri mamografëve dhe mbulojnë pothuajse një numër të madh të qyteteve mbulot, qoftë përmes QKMF-ve, qoftë spitaleve regionale, qoftë të dyat i kanë disa për qytete dhe domethënë ka mamograf. Por vetëm se vjen edhe një ngritje e vetëdijes. Pyetja më e shpesh dhe diskutimi më i shpesh që bëjmë me pacientët që vinë në stadie të vonshme, është ka kohë që e prek. Asnjëra nuk do të thotë që e kam 1 vjet, e kam 2 vjet, e kam 3 vjet, shumë rrallë ndodh kjo. Thotë 2 deri në 3 muaj, që është me vite. Por ki pacientë që të me vite që kanë vërejtur shenja, e preksin në dos, e preksin mas në gjirin e saj, po nuk dhem doktorisht, nuk dhem. Kur nuk dhem edhe nuk kam menuar që mundet me kon diçka shqetësuese. E len në periudhë, du më thonë, derisa ajo del jashtë indit lëkuror, du më thonë që është stadi më i avancuar i kancerit gjirit, edhe pastaj shkon për kontroll. Cilat janë doktorisht tjerat kontrolla që do duhet... Dhe më thonë... Fillimisht të nisim prej vetë kontrollës. Vetë kontrolla është e parë, dhe më thonë do të bëtë çdo muaj. Unë sqarimi jam apo propozimi jam për gjitha femrat. Çdo muaj në fillim cikël, një ditë do të dedikohet vetes tande. Në më thonë vetës tënde që ta bëjsh një palpim, palpimi bëhet vetëm me mozat e gishtave, edhe me palpim shumë të butë, edhe se nuk ka nevojë të bëjsh një shtypje të madhe, nuk ka nevojë të bëjsh presion, vetëm se në këtë mënyrë, kur bën palpimin e rregull, formë të akrepave torës, ti do të mësosh ta njofsh trupin tënd, dhe çdo ndryshim sa do i vogël ki do të arrish ta detektosh qoftë me prekje. Pastaj është edhe mjeku familjar që mund të jep rekomandimet. Pastaj nëse ndryshimin më të vogël është radiologjia, është moshat e reja 9-40 vjeçare, është ultrazani i gjinit që nuk është i dëmshëm, nuk ka rrezatim, nuk ka asgjë, edhe nuk ka kurfar efekti ansor të bëjsh ultrazani. Ultrazani bëhet rekomandohet për njerëz në përgjithësi moshat 30 si për 25 si për varësisht nëse ka anamnezë familjar apo jo, të bëhet çdo 6 muaj. Domethënë 2 herë në vit dedikosh, t'ia kushtosh vetes tënde një gjysore, ta bësh një kontroll të mjekut që të kish të heqësh dyshimes, të sqarosh, të kesh një qetësi me veten tënde. Në mënyrë që edhe kjo ndihmon jo vetëm pacientin, por ndihmon edhe mjekun. Se diagnostikimi në stadin e hershëm është edhe jo vetëm shpëtim për pacientin, por edhe për institucionin, për arsye se trajtimi është shumë më i lehtë, bëhet vetëm operativ, bëhet ndoshta vetëm me një radioterapi të vogël dhe në këtë mënyrë, domethënë është një trajtim shumë më i vogël dhe pacienti nënshtrohet shumë më pak efekteve të kemioterapisë dhe gjitha këtyre që janë shumë më të lehta edhe për trajtimin e më të tjerë. Dhe doktora e përmendën që pas moshës 40 vjeçare duhet shkohet me mamografi. Gjatë pas kësaj periudhe, gjatë gjithë periudhës jetës së një gruaje, sa shpesh duhet të nënshtrohet një mamografi? Pyetje shumë e vendë dhe shumë e qartë të sqaroj me pacientin. Domethënë është pacienti varësisht për gjetjeve që kemi në mamografinë e parë. Rekomandojmë domethënë te një paciente a do ta bën pas një viti, se mamografia nuk bëhet më shpesh se një herë në vit. Përveç në disa raste kur kemi dyshim, si thash, kalcifikat që janë patologjike, e rekomandojmë vetëm një ringji edhe vetëm pjesën e të cilat dyshohet që janë kalcifikate dhe apo kemi shtim të kalcifikatëve. Si kjo është arsye se nëse kemi shtim ose grumbullim të tyre, ajo tregon që është ka shkon për në tendencë të malinitetit dhe këtë arsye na shtymi marr hapa tjetër të arshëm në të cilat vetëm eliminimi i kalcifikatëve, që bëhet qoftë me një delokalizim, që thash një lokalizim me tel, që quhet ndryshe, markohet me tel për radiologët dhe ekstirpohet për kirurgut torakal edhe pacienti shpëton pa asnjë problem dhe më thënë bën jetë normale dhe nuk ka mundësi të përsëritet në të ardhmen. Nëse mamografia ka gjetje benigne, po gjetje pa ndryshime, atër mamografia bëhet një herë në 2 vite.
Kjo rekomandon, më thëmë, bazë gjetje mjeku vendos, radiologu vendos, a do të vazhdojnë mas 1 viti, apo do të vazhdojnë mas 2 viteve. Po, dhe doktoresh, sa është sofistikuar mamografia brenda QKUK-s? Mamografia është shumë... Ta përballeni me prishjet aparatit apo problemet të fatmirësisht ka kohë që nuk kemi probleme me mamografin, cilën e posedojmë në QKUK. Kemi tash 7-8 vite, është si qëtë full field digital, dhe më thonë është komplet digital. Aja që neve në duhet, është, dhe më thonë, janë me aksesor të shtesë që do t'i bëjmë, besoj që shumë shpejt do t'i kemi. është edhe tomosinteza, që është mamografia tridimensionale, kjo nuk bëhet të gjitha gratë, bëhet vetëm të gratë të cilat kanë gjitë me parënkim gjendëror të dendur. Më thonë që nuk janë shumë raste të shpeshta. Dhe aktualisht këtë nuk e keni? Jo, nuk e kemi, por kemi... Jo, është një pjesë dhe e kemi presidentja, besoj nga ka premtu një donacion përmes shteteve arabe që do të na bënë një donacion, jo vetëm me tomosintezë, stereotaksi dhe mamografi me kontrast, me të gjithë software të gjithë ekzistojnë, që pësë edhe bote e përdor. Po, dhe doktorisht, a është aparatur shumë e shtrenjtë që nuk mund të asiguroj që QKUK-ja? Jo, është aparatur, normal, se çdo aparaturat radiologjike të gjitha kanë një kosto. Por përgjithësi janë gjithmonë ka prioritetet të cilat vendoset se cila për aparaturë djenë, nuk është që nuk bënë zgjidhje, për arsye se mamografit që kemi edhe metoda shtesë që bëjmë, për shembull kemi spot kompres, më thonë, kur kemi ndryshimi që kemi një çrregullim në indin e xhirit, është vetëm ekzamin spot kompres, do të thonë shtypet vetëm ajo pjesë, shpërndohet gjandra dhe vërtetohet si është, apo spot magnifim, zmadhimi asaj pjesë që është dyshim. Do të thonë ka shumë aksesor mamografi që ekziston, këto vetëm do ta kemi si pjesë aksesorën që të ardhmen të mos na mungoj asnjë për metoda diagnostike që të më tutit mos themi që kemi këtë mungesë, apo kjo na kishte ndihmuar shumë për arsye që kjo vlen vetëm që të kompletohet diagnostika e gjithë me gjitha nevojat me të cilat i përdor pjesët të cilat punojnë edhe mbar bota. Po, dhe doktoresh nga numri që i keni identifikuar viteve të fundit, e përmendë që për shkak të mungesës së një sistemi informativ shëndetësor dhënave, por megjithatë mbas atyre shifrave që i krahasoni, a kemi rritje të diagnostifikimit paktën të kancerit të gjirit ndër vite apo ulje të këtyre? Kemi rritje të diagnostikimit kancerit të gjirit. Diagnostikohet, më thonë, mira kësaj është kemi raste që diagnostikohet në stade të hershme. Por gjithmonë ne varëm nga pacientin të cili për çfarë periudhe kohore vije. Por për dallim është rrit një shkallë, është rrit edhe vedia popullatës, por jo në ato që ne do dëshironim që të kemi kontroll, që ne jemi të vetëdijshëm që e kanë bërë. Po që ka edhe shumë gra të cilat nuk e kanë diagnostifikuar kancerin e gjirit. Ndoshta ka antarme se ka ndodhe raste që kemi për shembull mamografi vjen për herë të parë në moshën 60 vjeçare ose në moshën 70 vjeçare. S'kam bë kur mamografi thot. Unë s'kam pas kur ankesa për gjirit edhe s'kam bë kur mamografi. Edhe vjen në stad shumë të avancuar të kancerit. A ka shumë raste të tilla doktoresh kur ka raste, nuk mund të them që ka shumë, po ka raste. Shqetësuese pak është. Për arsye se është pak a shumë bën njoftime, unë kam thënë gjitha do ta cekoj, nuk duhet vetëm ujë tetor të përdorë si muj për luftë o për vetëdijsim kundër kancerit të gjirit. Do të përdorën edhe 11 muj tjerë, të dedikohet një herë në muaj, një temë për kancerin e gjirit. Mënyrë që ferma ato vazhdimisht të mbajnë në mënyrë të ngacmohet ajo pjesa e grave që shkon ta bën një mamografi se nuk i kushton kur gjëja 10 minutë, 15-20 minuta ekzaminim dhe shpëton jetën e vet ose edhe mbar familjes. Se kanceri i gjirit nuk është vetëm një që prek vetëm një antar familjes, por kur prek një antar familjes e prek gjithë familjen. Po, dhe doktoresh, cili është kapaciteti klinikës së radiologjisë për trajtuar gjitha këto raste, e përmendët që rrezatimi është një problem të jetë i madh apo jo? Klinika radiologjisë punon me rrezë X. Ajo që është rrezatim nuk është që punojmë me rrezatim, është ajri ionizuar, domethënë për 20% pas eksponimit mbetet ajri ionizuar, por ajo që duhet të dihet, mamografia ka doza jashtëzakonisht ulta, nuk është e dëmshme për ekzaminim. Nuk shkakton kancer mamografia. Ende se diskutohen shumë tema në për rrjetet sociale, në vazhdimisht kemi pyetje për pacientë që na kanë thonë që mos nuk kemi vendosur me bë parasysh se po thonë që mundet me shkaktu. Ende nuk është vërtetuar që mamografia një punim shkencor me na vërtetuar që është për vërtet e ka shkaktuar mamografia kancerin e gjirit. Mamografia mbetet edhe gjithmonë do të mbetet edhe për një kohë gjatë si golden standard në diagnostikimin në stadet e hershme. Se stadet e vonshme, qoftë palpimi, qoftë ultrazani, gjitha këto e diagnostikojnë. Po, identifikojnë. Dhe doktoresh, cili është numri radiologëve? A keni nevojë për të shtuar numrin e radiologëve me këto kapacitete? Klinika radiologjisë për momentin ka 25 radiologë, por jo të gjithë punojnë diagnostikën e gjirit. Për arsye se ka një gamë gjarë të shërbimeve të cilat i ofron klinika radiologjisë, domethënë duke ndohet në 7 diagnostika për momentin, ku kemi domethënë është me gjitha sistemet që janë, për ty në është
mamodiagnostika që shne e quajmë, edhe është radiologjia intervente, e cila ndër vite vazhdimisht bën progres të madh edhe ka, do të thonë, çdo vit kemi shërbime më shumë me të cilat i ofrojmë radiolog. Çka duhet? Mosha mesatare radiologëve nuk është shumë e re. Mosha mesatare. A ka nevojë klinika radiologjisë për radiolog? Po, ka nevojë, për arsye se me ngritjen do të thonë numrit të stafit, do të thonë kemi edhe numër më të madh të mjekëve të cilët do të merren me një diagnostikë edhe përgjithësi do të profilizohen me një drejtim, nuk ka nevojë të merren vetëm me të gjitha, po do të merret vetëm me një diagnostikë dhe kjo është, do të thonë, i takon nivelit kjo është për nivelin terciar, që jemi edhe ne si qendër klinike universitare. Po, dhe e përmendë doktoresh që aktualisht nuk ka listat pritjes për mamografi, por çka ndodh, a keni listat pritjes për të tjera aparatura, për CT, për MRI ose eko të gjirit apo jo? Eko të gjirit është, do të thonë, është janë rreth 170 gradë që presin listën e pritjes, për arsye se kemi pacientat që janë për kontrolla të rregullta, që janë pacientët e diagnostikuar që bëjnë kontrolla për fillim pas diagnostikimit kanë çdo 3 muaj. Pastaj kanë çdo 6 muaj me periudha kohë. Njëtën kohë ne bëjmë edhe ekon e gjirit edhe ekon e abdomen një që pacientat mos i dërgojnë për një aparat në aparat, po të njëjtin aparat të kryejnë 2 ekzaminimet. Pastaj janë pacientat që vinë për herë të parë, pacientat që kanë ngrisin shqetësimet. Do thonë ka kërkesat janë të vazhdueshme, por numri i pacientëve që janë në listën e pritjes krahasim ndër vite është zvoglu, edhe për arsye se edhe punohet me kapacitet, punohet komplet mjeku, kryen orarin e punës, kryen edhe biopsi 2 herë në javë ka, do të thonë, nuk është rrit numri kërkesa për biopsi edhe do të shtonim edhe ditët e tjera të javës. Por brenda javës thash kryen 7-8-10 biopsi të gjirit. Jo të gjitha, siç e theka, nuk janë karcinom, por dyshim i lartë për karcinom, se gjithmonë biopsia bëhet vetëm të dyshimet, mesatare dhe dyshimet e larta për karcinom të gjirit. Rezonanca e gjirit nuk ka listë pritjes. Do të thonë nëse i them listë pritjes 10 pacientë që janë për shkak se nuk i përshtatet periudha e ciklit në cilin duhet të realizohet, nuk quhet listë pritjes. Pastaj kem ndërsa lista për rezonancë magnetike presin edhe për raste të tjera pacientëve apo jo? Ndërsa sa i përket për rastet e tjera, që janë qoftë për rasteve, rastet spitalore dihet gjithmonë janë vendoset, kanë çdo ditë pjesën e paraditës që punohet në 3 aparate të rezonancës magnetike, për arsye se ne kemi 3 aparate të rezonancës magnetike që punojnë në 2 ndrime. Pe 7, domethënë 7 punohet me kryesisht periudha pas ditës i dedikohet vetëm rasteve ambulantore. Rasteve onkologjike ju japin prioritetin gjithmonë, nuk janë listën e pritjes, por janë listën e prioriteteve. Do të thonë të planifikuara. Se mbas këtyre vendosim se mbas kërkesës time pe fillimit që onkologët ta caktojnë paraferësisht një kohë kur mbas sa kohë duhet kontrolla pacientit, në mënyrë që na me planifiku edhe ekzaminime të tjera. Do të thonë ekzaminimi më i lartë është 2 muaj. Është për rastet e ftofta kryesisht kur kemi të bëjmë me kurrez, gjuj, këto raste tjera që janë rastet që ne. A është zvogluar kjo pritje nëse krahasojmë me vitet kaluara apo? Jo, është zvogluar, shumë të flasim, unë jam para 3 viteve drejtar, do të thonë ka 3 vite 4 muaj 5, muaj 5, do të thonë 3 vite 5 muaj, për 13 muajve jemi në 2 muaj. Do të thonë për para 3 vite kemi qenë me 13 muaj, tash jemi me 2 muaj listë pritjes. Ndërsa kërkesat ditore për rezonancë, ekzaminime me rezonancë dhe CT, për 70 deri 100 ditori kemi. Që kryen të gjitha brenda një dite? Jo, nuk kryen, janë kërkesa që planifikohen, vendoset listë, ndërsa për CT kemi maksimumin i kemi 2 javë. Listën e pritjes është vetëm 2 javë për CT. Dhe rastet e emergjente, doktoresh, rastet e emergjencë 724. 724 punohet në 2 aparate. Do të thonë punohet aparati CT që është pranë emergjencës, që është 724 dhe të spitali pediatrik për rastet e fëmijëve që janë urgjencë, një që fëmija mos të lëvizin për spitali pediatrik të kalojnë të emergjenca, kryen edhe rastet e emergjencës pediatrike të hospitalizohen në spitalin pediatrik. Do të thonë edhe rezonanca magnetike, edhe CT-ja për rastet urgjente. Dihet që janë, do të thonë se rastet urgjente kanë të traumat spinale, të sulmet në tru, që quhen apo për strok sulmet, edhe të rastet që mund të themi të dyshimit që ndonjë bëhet ekzaminimi abdomen rrugëve biliarit, mëlçit, do të thonë vetëm disa pikë tyne janë me një gjendje shumë tron klinike atëre. Po. Dhe doktoresh nuk keni përballë me daljen jashtë funksionit të këtyre aparaturave, keni pasur problem me këto aparatura? Fatmirësisht ka kohë që janë të gjitha janë funksionale. Normal është diskutuar për herë që disa kena pas disa ndërkohë, por që janë sanu shumë shpejt, por për momentin gjitha kemi funksionale. Po, atëherë doktoresh, falenderoj shumë që ishte sot. Faleminderit edhe juve. Faleminderit shumë. Ka qenë doktoresha e drejtoresha